Përshëndetje. Në shumë familje shqiptare, pyetja kush do t'i mbaj prindrit tani që u plakën, nuk është thjesht një çështje logjistike. Është një dramë emocionale, morale dhe shpesh një luftë e heshtur mes vëllezërve, motrave dhe ndërgjegjes kolektive. Nuk është e rastësishme që kjo temë ndes debate në çdo darkë familjare, që nga Korça deri në Shkodër. Ne jemi rritur me idenë se prindi është një monument që nuk bie kurrë. Por kur fillon monumenti të plasaritet, dikush duhet ta mbaj. Këtu nis problemi. Së pari është plakja e prindërve si test psikologjik për fëmijët. Shumë prej nesh u edukuan me idenë prindi është gjithçka. Ai të ushqen, të rrit, sakrifikon. Kur ata plaken, fëmijët përballen me një pasqyrë që nuk e prisnin. Tani je ti prindi. Kjo është një goditje psikologjike që prek rolin, identitetin dhe moralin. Papritur shtëpia që e vizitoje me dashuri, bëhet stacion infermierie. Papritur ata që të qortonin për orarin e kthimit në shtëpi, ka nevojë që të kujtosh marrjen e ilaçeve apo matjen e tensionit. Nga pikpamja psikologjike, kjo quhet ndryshim roli. Fëmijët kalojnë nga roli i kujdesit të marr në rolin e kujdesit të dhënës. Kjo kërkon një pjekuri emocionale që shumë pak njerëz janë trajnuar ta kenë. Shumica nga ne nuk kemi bërë as kursin bazë të infermierisë familjare të themi, të ndihmës së parë, por papritur duhet të dimë çfarë është ilaçi i gjumit, çfarë është ilaçi i diabetit. E dyta, mitet kulturore që e bëjnë situatën më të rëndë. Në kulturën tonë, të mos mbash prindrit është si të firmosësh tradhti kombëtare. Të gjithë flasin për nderin familjar dhe mirënjohjen si të ishin dogma. Nëse nuk kujdesesh, je fëmijë i keq, je i pa shpirt, je i pa bes, dhe askush nuk flet për anën tjetër. Stresin kronik, burnoutin emocional, depresionin e kujdestarit. Një vajzë që kujdeset për nënën me Alzheimer mund të rrëzohet psikologjikisht, po aq sa një nënë që kujdeset për një fëmijë me aftësi ndryshe. Thjesht shoqëria nuk e sheh. Pra, ekziston një presion shoqëror që e ngarkon ndërgjegjen. Nëse e bën, je i lodhur dhe askush nuk të falenderon. Në të dyja rastet e humb lojën. E treta, dilema klasike. Kush do t'i mbaj prindrit? Në shumë familje, fëmijët përpiqen të bëjnë llogarit si në një program Excel. Kush ka më shumë para? Kush ka më shumë hapësirë? Kush ka më shumë nerva? Por psikologjia e situatës është më e komplikuar. Secili fëmijë ka një marrëdhënie të ndryshme emocionale me prindin. Një vajzë mund të ketë pasur një marrëdhënie të butë e të ngrohtë me nënën, ndërsa djali ka kaluar gjithë jetën duke u grindur me tatin. Kur vjen puna për të kujdesur, kushdo që ka më pak inat të mbledhur, bëhet kafsha e sakrificës. E vërteta kjo është. Në realitet, kush e mban prindin nuk ka të bëjë gjithmonë me ndershmëri apo dashuri, por me kapacitet praktik dhe emocional. Shumë shpesh është fëmia që jeton më afër, që nuk ka ikur jashtë shtetit, ose që ka një punë më fleksible. Dhe ky person bëhet pa dëshirë heroi i heshtur i familjes. E katërta, psikologjia e kujdesit. Kur dashuria bëhet detyrë. Kujdesi i prindërve nuk është vetëm një akt dashurie. Shpesh është një detyrë që lind nga ndjenja e fajit dhe nga normat sociale. Në psikologji, kjo quhet altruizëm normativ. Ne bëjmë diçka jo sepse duam, por sepse duhet. Dhe kjo krijon ambivalencë emocionale, dashuri e shoqëruar me zemërim. Njerëzit e kujdesit afatgjat shpesh raportojnë ndjenja si e dua maman, por më ka mbyllur brenda. E di që duhet ta bëj, por e urrej këtë situatë, po plas. Kjo ambivalencë është normale, por shoqëria nuk e pranon. Në vend të kësaj glorifikon sakrificën si heroizëm. Por heroizmi pa mbështetje është thjesht një mënyrë e sofistikuar për të thënë lodhje e përjetshme. E pesta, ekonomia dhe realiteti. Dy armiq të mëdhenj.
Shumë fëmijë thjesht nuk kanë mundësi ekonomike. Kujdesi për prindrit e moshuar mund të nënkuptojnë pushim nga puna, më pak të ardhura dhe shpenzime të reja. Në vend ku shteti të ofrojë më shumë mbështetje reale për kujdesin afatgjat, barën e mban familja. Kjo e thellon stresin dhe përçarjen mes fëmijëve. Një familje me 3 fëmijë mund të përfundojë duke bërë si pazar të thuash, se kush do të mbaj prindin. Kjo nuk është mungesë dashurie, është mungesë resursesh. 6. Iluzioni i kujdesit perfekt. Ne shpesh idealizojmë kujdesin për prindrit si diçka të butë romantike. Në reklama sheh vajzën që shpesh ushqen nënën me një lugë supe dhe të dyja qeshin. Realiteti? Në realitet supa bie në dysheme, prindi qanë se nuk do të pi ilaçin, ti nuk ke gjumë prej 3 netësh, dhe vlla yt në Gjermani të thotë në WhatsApp mos e lodh veten shumë. Ky kontrast mes idealit dhe realitetit krijon stres moral, ndjesinë që nuk po bën sa duhet dhe kur po shkatërrohesh emocionalisht. E shtata si ta përballosh nga ana psikologjike. Ja disa pika të drejtë për drejta. Prano ambivalencën. Është normale të ndihesh e lodhur apo i lodhur dhe irrituar. Nuk të bën njeri të keq. Nuk të bën njeri të keq. Bëj ndarje përgjegjësish. Mos se mbaj gjithçka për vete. Dhe një vëlla që jeton larg mund të kontribuojë financiarisht për të marrë disa ditë pushim për të ndihmuar. Mund të dërgojë para për të mbajtur një grua tjetër për të ndihmuar në kësi rastesh. Kërkoni mbështetje profesionale. Psikologët familjar dhe grupet e kujdestarëve mund të ndihmojnë për të përballuar emocionet. Vendos kufi. Dhe kujdesi ka limite dhe nuk mund të digjesh për të mbajtur dikë tjetër gjallë. Bisedo hapur me prindrit. Nëse janë ende të kthjellët, shpjego situatën dhe krijo plane afatgjata. E 8. Mos e romantizo sakrificën. Ka ardhur koha ta çmontojmë mitin që kujdesi për prindit është gjithmonë akt i pastër dashurie. Shpesh është akt i përzier me dashuri, faj, frikë dhe norma shoqërore. Dhe kjo është në rregull. Njerëzit janë kompleks. Askush nuk duhet të gjykohet për këtë. Dhe si përfundim do të thosha përgjegjësia kolektive, jo vetëm personale. Në një shoqëri ideale, kujdesi për të moshuarit nuk do të binte vetëm mbi shpatullën e fëmijëve. Do të ishte një sistem ku shteti, komuniteti dhe familja të bashkëpunonin. E deri atëherë duhet jemi realistë. Kujdesi për prindit nuk është thjesht detyrim moral, është një proces që kërkon organizim, mbështetje dhe pranim emocional. Dhe së fundit të thosha, ndoshta kur të vi koha jon për të plakur, u zgjat sa më shumë që të vijë kohë, fëmijët tanë do të kenë robota që do na japin ilaçet dhe ne do të do të shijojmë TikTokun e pleqërison atëherë. Por deri atëherë do ta bëjmë këtë lojë njerëzore me të gjithë kontradiktat e saj. Me që këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse u pëlqeu mund të bëni dhe komente, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të jetë her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.